Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka komentuar me tone skeptike dhe herë përçmuese paraqitjen e presidentit amerikan Donald Trump në forumin ekonomik botëror në Davos, duke thënë se audienca nuk reagoi ndaj humorit dhe akrobacive të tij në një atmosferë që sipas Vučić ishte mbushur me frikë dhe pasiguri globale. Duke folur për përshtypjet nga Davosi, Vučić tha se Trump është simpatik dhe disi të bëjë audiencën të qesh, por se këtë herë përballë kishte një publik shumë serioz i cili nuk reagoi siç ishte mësuar. Trump është simpatik, ai e di që di të bëjë audiencën të qesh, por audienca atje është shumë serioze dhe njerëzit nuk reagojnë gjithmonë ndaj akrobacive. Nuk më ka ndodhur kur të dëgjoja kaq pak reagime, kur më bosh, tha Vučić. Ai e përshkroi Davosin si një vend ku dominonte frika, duke përmendur drejtuesit e kompanive më të mëdha të teknologjisë amerikane. Pash humorin e njerëzve, ishin njerëzit më të fuqishëm, krerët e kompanive dhe gjigant të teknologjisë, kur nuk kam parë një botë më të friksuar, më nervoze dhe më me pak dëshirë për të marrë pjesë. Të gjithë donin të strehoheshin, u shpreh presidenti serb. Në deklaratën e tij Vučić u ndal dhe te Kosova, duke thënë se sipas tij politika amerikane përfshir atë të Donald Trump nuk bazohet në parime. Në lidhje me Kosovën nuk ka parime. Trump e nxori hapur. Na treguan histori boshe për katastrofa humanitare. Të mëdhenj do të vazhdojnë të luftojnë, tha ai, duke shtuar se Serbia sipas tij po përpiqet të shohë drejt të ardhmes përmes analizave strategjike. Megjithatë, Vučić u përpoq të balancojë kritikat me vlerësime pozitive për Shtetet e Bashkuara, duke thënë se është mirënjohës për disa vendime amerikane ndaj Serbisë. Vučić përsëriti narrativen e tij të njohur për rënien e fuqisë europiane, duke theksuar se Serbia pavarësisht gjithçkaje nuk ka alternativë tjetër gjeopolitike. Fuqia europiane do të bjerë, kjo është e qartë për të gjithë. Ne nuk kemi vend tjetër përveç Europës ku jetojmë. A do të marrim diçka nëse themi se jemi në rrugën lindore? Kemi marrëdhënie të mira me Kinën, por çfarë tjetër mund të bëjmë, tha Vučić. Ai shtoi se politika e tij mbetet ajo europiane, por gjithmonë duke mbrojtur interesat e Serbisë, duke lënë të hapur edhe mundësinë e ndryshimeve politike në të ardhmen, por vetëm përmes zgjedhjeve. Deklaratat e Vučić nga Davosi reflektojnë një prirje gjithnjë e më të dukshme për distancim retorik nga Donald Trump, duke portretizuar atë si figurë populiste që nuk gjen më jehon në qarqet elitare globale, ndërkohë që presidenti serb përpiqet të paraqitet si aktor racional.